Kuvindi i Kosovës nuk ka arritur ta përmbyllë konstituimin as herën e tretë, kur seanca vazhdoi të shtohen më 19 prill, pasi kaluan mos pajtimet për raportin që verifikon mandatet e deputetëve. Ligjvënësit u betuan si deputet, por dështuan që të zgjedhin kryesinë e kuvendit. Elbuliana Xhiu, kandidate nga lëvizja vetëvendosje për kryetare të kuvendit, dështoi të zgjidhet në 2 votime. E në lidhje me këtë çështje të lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentare dhe seancën në tërësi, fuli analisti politik Gani Shari për bota sot. Ai në përmendësimin e tij u shpreh se përveç meratimit të mandateve të shtonën, që duhet të ishte formuar edhe kuvendi dhe qeveria e re, sipas tij situata e sigurisë është e brisht dhe për këtë duhet që sa më shpejt formohen institucionet e vendit. Përveç meratimit të raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve dhe dhënien formale të betimit, në fakt nga deputetët e legjislaturës viu ose më 19 prill, do duhej zgjedhur kryetari dhe formuar kuvendi, si të votojë edhe qeveria e re. Nga se vendi tonë, në gjendjen e pashëndrueshmërisë aktuale, urgjentisht i nevojiten institucione të reja qeveritare. Për të gjithë ata që kanë sy të shohin dhe vesh të dëgjojnë, si dhe marrin zhvillime seriozisht, situata e brisht dhe e pashëndrueshme e sigurisë në Ballkanin Perëndimor ka detyruar edhe vetë zonjën Kaja Kallas të bëjnë një deklaratë shqetësuese, e cila me të drejtë nga ekspertët e sigurisë po konsiderohet si një alarm praktik se gjendja e sigurisë në Ballkanin Perëndimor është në fazë kritike dhe ka mundësi të përkeqësohet edhe më tej, veçanërisht nga carimi i konfrontimeve politike tërmjet Federatës së Bosnjë-Hercegovinës dhe të ashtu quajturës Republika Srpska. Po ashtu Shari përmendi edhe propozimin e AHK-s, bëri për Saranda Bugujevcin për krye parlamentare që sipas tij do të ishte vendimi i duhur, duke parë që Elbuliana Xhiu dështoi në 2 votimet e para. Por përkundër gjendjes delikate, ku jo vetëm Bosnja për rajoni, por edhe vendi ynë, me një fshinjar miqësor të agresiv si Serbia, hegemoniste ndodhen në situatë mjaft fragjile. Më 19 prill duke qenë se nuk u propozua Saranda Bogujevci, e cila ka përvojë në udhëheqjen e seancave të kuvendit, edhe nga mandati i kaluar dhe realisht është edhe personi i duhur dhe meritor për këtë post, që edhe nga AKJ-ja u tha se ajo do të votojë, deputetët miratuar raportin e Komisionit për verifikimin e mandateve dhe bën betimin, por nuk votuan edhe emrin e Elbuliana Xhiu të propozuar nga lëvizja vetëvendosje për postin e kryetares së kuvendit. Ndër të tjerë, analisti shtoi se Xhiu nuk është një kandidate e pranueshme për opozitën, gjë që konfirmoi edhe votimi kundër saj. Derisa potencoi se ky është kalkulim politik për të fituar kohë për negociatat me nismën dhe deputetët e komuniteteve jo serbe, duket se kandidatja e propozuar nga lëvizja vetëvendosje nuk ishte e pranueshme për opozitën, dhe i pas betimit të deputetëve kuvendi dështoi që të zgjidhte zonjën Xhiu për postin e kryeparlamentares, propozim që më tepër po tingëllon të jetë përdorur si formë e manovrimit politike dhe nga lëvizja vetëvendosje, se sa veprimi mirë menduar i saj, në mënyrë që partia fituese e zgjedhjeve të fitojë edhe pak kohë për të negociuar me ndonjërin nga deputetët e pakicës jo serbe dhe Fatmir Limajn, i cili përflitet sikur ka kërkuar postin e kryeparlamentarit për partinë e tij, si dhe uljen e pragut zgjedhor, nga se në rast të shkuaris ndaras në zgjedhje të reja, ekziston rreziku që nismas AHK një rast tjetra nuk do të kalojnë më pragun aktual, si e përfundoi Gani Shari për bota sot.